Përshëndetje Era, mirë se erdhe në podcastin me Ment. Këtu flasim në përshëndetje mentor. Kjo është episodi i 4 dhe shumë kënaqësi që të kemi këtu. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe të përgëzoj për podcastin dhe që i përkushtosh kaq shumë rëndësi temave që kanë të bëjnë me psikologjinë. Kënaqësia është ime që të kam këtu. Faleminderit. Po si fillim, a mund që të na prezantohesh pak? Po, patjetër, jam Era Mzaj, jam psikologe në Shkollën Fillore Komunale të Muzikës dhe po ashtu jam studente në vitin e dytë në terapinë Gestalt. Shumë bukur, një kombinim shumë i bukur mes Gestaltit, muzikës dhe psikologjisë. Është një nga gjërat më të bukura që kam bërë për veten. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Në rregull, pyetja ime e parë për ty do të ishte, pse ne shpeshherë kemi frikë që të shfaqim ndjenjat tona, edhe pse ato ndoshta janë gjëja më e bukur që ne kemi, ne posedojmë si njerëz. Po, sa i përket ndjenjave, është një nga temat që duhet të flitet sa i përket në drejtimin e psikologjisë. Por ne jemi një nga ato persona që më mirë kemi të fshehim ndjenjat, për shkak se nëse ne i transmetojmë ato tek njerëzit, atëherë ne dalim nga ajo roli që i kemi krijuar në vetes tonë. Ne bëhemi transparent te të tjerët. Atëherë të gjithë do të na zbulojnë atë imazhin tonë që e kemi brenda nesh. Atëherë tek ne lirisht do duken se ne jemi ata që mërzitemi, ne mund të lëndohemi dhe kjo duket e dobët si pamje tek të tjerët. Dhe më mirë e kemi që t'i fshehim ata për shkak se kështu do të dukemi më të fortë tek të tjerët. Dhe një shembull që mund ta përshkruaj, pata një rast me një person, se ne gjithë personat për shembull kur na pyet dikush si jeni, ne automatikisht përgjigjemi mirë. Po, ajo është përgjigjja jonë standarde. Po pavarësisht nëse kemi kaluar një ditë të keqe, një ditë që jemi lënduar, të stresuar në lidhje me punën, ne automatikisht përgjigjemi mirë. Ndoshta këtë bëjmë që të mbrojmë edhe të tjerë që mos mërziten për ne. Po, dhe pyetjen që ja pashtrova një personi se tha, unë asnjëherë nuk i kam treguar dikujt që ndihem keq. Dhe unë i pashtrova pyetjen se në këtë rast a ndiheni ju mirë? Jo, tha, ndihemi vetmuar. Dhe nga kjo përmblodha të gjithë se njerëzit e shprehin atë jo vetëm se duan të tregojnë të vetmuar, të lënduar, por vetëm duan të duken të fortë. Të duken të fortë, po. Por mendoj se ajo e shprehja se si ndihesh, mendoj se i lidh njerëzit. Nuk duhet vetëm që ti të shprehish gjëra të bukura në këtë botë. Se njerëzit do të ndihmojnë fund e fundit. Mendoj edhe ajo e hidhur është pjesë e anës tonë njerëzore, dëmshuria që ne kemi ndaj tjerëve, ndaj gjërave që na ndodhin në jetë. Kjo do të ishte edhe pyetja ime e dytë, vetëm se ti më të rridhe diçka, por do të ishte, a mendon ti që është një dobësi ose a e shoh njerëz si dobësi kur ti shfaqesh i brisht kundrejt tjerëve, thuash, po, unë jam i lënduar. A e shohin paktën njerëzit këtë si dobësi? E quajnë dobësi shumë të madhe, se disa persona nuk e kanë guxim ta shprehin atë të vërtetën që e kanë. Mendoj se shumë kultura tek ne janë rritur me atë se nuk duhet të lëndohesh, nuk duhet të mërzitesh, duhet të qëndrosh gjithmonë i fortë, nuk duhet të dorëzosh, por mendoj se të tregosh se je i lënduar tregon rritje tek ty. Mendoj se shumë persona të kenë guxim të pranojnë se janë lënduar, të pranojnë se janë të mërzitur. Duhet të kenë guxim që ata të rriten me këto. Po, çfarë ndryshon për shembull tek një njeri kur ai më në fund thotë, unë do filloj të ndjej dhe jo vetëm mendoj. Do të thonë që ti shfaq ndjenjat e veta, ndoshta ti manifestoj, thotë, po, këto janë ndjenjat e mia. Ti besoj më që se je edhe në Gestalt. Besoj ke pasur shumë raste kur personi bie në kontakt më në fund me. Janë dy gjëra të bukura, por që duhet të shkojnë njëra me tjetrën. Të menduarit duhet patjetër të shkojë edhe me atë të ndjerit. Ne në një moment vetëm mendojmë dhe sillemi, por përgjigjen më të vërtetë mendoj se e jep trupi. Një ditë kur ti do i mbledhish të gjitha brenda teje, trupi do të reagojë fundit. Trupi do e tregojë atë të vërtetën që e ke brenda teje. Dhe ne si persona do t'i japim hapësirë vetes tonë të qilemi, të fillojmë ta ndjejmë se çfarë ka nevojë trupi jonë. Edhe në terapinë Gestalt që jam duke e mësuar, vazhdimisht këtë jemi duke përmendur, që t'i japim hapësirë trupit çfarë ndjen ai në të vërtetë.
të na tregoj, të bëjmë kontakt me trupin tonë, lidhemi me Jo trupin. vetëm të mendojmë. E menduar edhe ndjera mendoj se duhet të shkojnë në një rrugë të dyja. Po, çfarë na ka bërë ne që të fshehim me një farë mënyrë ndjenjat tona? Ka qenë nga që kemi pas prit ndoshta që jemi të dëgjuar, të vlerësuar nga të tjerët. Çfarë na bën ne që të shtypim? Duam që, unë nuk jam mirë, por gjithsesi nuk dua që bota përreth meje ta marrë vesh këtë gjë. Po, mendoj shumë se nuk ka filluar prej tash këtë gjë. Mendoj se e gjitha kjo lidhet me fëmijërinë. Në shumë familje nuk dëgjohet fjala e fëmisë. Dëgjohet vetëm se veprimet që i bën ai dhe gjykimet që i japim. Ose shumë prindër për shembull i japin fjalë fëmijës se mos e thuaj, nuk je vetëm ti që mërzitesh, pra përdorin disa terme që fëmia nuk e lejon ta shprehë atë si çka ai ndjen. Secili duhet të japi atë mësimin që duhet të dëgjohen të gjithë fëmijët në familje, jo vetëm i madhi ose vetëm i vogli. Duhet të jenë të gjithë të barabartë. Sigurisht jo vetëm për ditën aty, por edhe si janë tjera, po. Nga që nuk mund marrim vetëm informata për fëmijët. Si kalores në shkollë, po si u ndjeve kur more pesë, si u ndjeve kur shoku jot ta tha këtë gjë, po. Mendoj se shumë biseda duhet të bëhen mes prindërit dhe fëmijës. Edhe nëse ai ka kaluar një ditë të mirë, pyete për ditën se si e ka kaluar. Një ditë të keqe, shikoje fëmijën në sy dhe merr informata dhe lejoj atij, ofroja besimin, guximin që ai të shprehet tamam si duhet. Se gjëja më e bukur është që një person të shprehet, ta tregojë atë se çka ndjen dhe është dhurata më e bukur që një prind mund t'ia ofrojë fëmijës, pra besimin që ai të shprehet. A mendon ti era se ndoshta ka një pikë në jetën tonë kur ne themi, kaq është mjaftueshëm, kur ne e kuptojmë që patjetër na jep trupi një sinjal që ne duhet që në këtë moment të shfaqim ndjenjat tona, nuk mund që t'i mbajmë brenda. A mendon se ka ndoshta një pikë tillë që më them, kjo ndodhi me mua dhe tash unë duhet që të punoj tek vetja ime. Siç e theka dhe më parë, trupi e jep përgjigjen që me sjelljet tona, gjitha këto ne i tregojmë në bazë sjelljeve që i kemi. Ndonjëherë e tregojmë atë tek stresi, ose pagjumësia, ankthi, ose shpërthimi i emocioneve tona. Të gjitha këto janë përgjigje që ne i kemi mbledhur të gjitha brenda nesh dhe ka ardhur momenti që ti komplet ta qesish jashtë. Një shembull që mund ta jap është edhe me një gotë, ndoshta e kemi dëgjuar, që nëse e mbushim me ujë dhe e mbajmë për një kohë, për shembull 1 minutë, nuk ndjejmë për një moment lodhje, por nëse kalon 5 minuta, fillon krahu të dhimbë. Për një ditë të tërë, krahu fillon të mpihet. Dhe ky shembull fiks është për atë se nëse ne i mbajmë emocionet të pashprehura brenda nesh, trupi një ditë do lodhet. Edhe ka ardhur momenti që krejt ajo të dali nga trupi jonë. Patjetër, që t'jede pa mbarim, patjetër me një mënyrë të shpërthej. Po për shembull, meqense dalim vetvetiu këtu, kur dy persona tash nisin që ti hapen ndjenjat për njëri tjetrin, ndoshta kjo është edhe pak më e gjerë si pyetje. A mendon që do të ndryshojë marrëdhënia mes tyre? A mendon që do të përmirësohet ose do të shkatërrohet? Mendoj se marrëdhënia më e mirë dhe më efikase është kur dy persona shprehen njëri tjetrit. Në ato momente nuk ka konflikte, lidhja bëhet më e fortë, ekziston besimi. Nuk është vetëm për shembull në atë raportin e thjeshtë miqësor, po mund ta lidhë edhe në çift. Mund ta lidhë edhe marrëdhënien prind-fëmijë. Të gjithë marrëdhëniet kur shprehen njëra me tjetrën, në ato momente fillon besimi. Në ato momente e sheh se diçka po shkon në rrugën e duhur. Largohen edhe konflikte që kanë mes veti, se ti me njëri tjetrin ti i vendos vetë kufit e tua. Dhe në ato momente atëherë askush nuk do të lëndoj ty. Se unë për shembull e di kufirin tim ku e kam dhe unë ta tregoj ty lirisht kufirin tim. Dhe në këto momente ti nuk mundesh të më lëndosh mua, se unë vetë se ta kam shpreh atë se ku i kam kufit. Kështu ndodh në të gjitha rastet. Dhe
mesazhi im është sa më tepër të ketë komunikime mes dy njerëzve. Edhe në ato momente, për shembull, kur një person kërkon ndihmë, le ta bëj atë. Sikur veç me një moment ta bisedoj me një person, ai të paktën ta dëgjoj, ja si në terapi gestalt. Sikur vetëm dikush ta dëgjoj, ai ndihet mirë. Vetëm ta shprehi, vetëm të çaj, ti lejosh të bërtasi, është gjëja më e mirë që mund ta ndihmosh dikë. Bile ka një thënie shumë bukur që thotë do kisha dashur që të kem një person në jetë me cilin mund flas ashtu si flas me veten. Ashtu pikërisht, se duke folur me veten ti ngarkohesh tepër. Të paktën sikur ndaja vetes në ditë, thoja dikujt, ose të paktën shkruaj në flet, sa mund të të ndihmoj. Për shembull, ka disa persona thotë i fola ditarit sot. I beson pak sikur mjafton vetëm ta largoj nga vetja atë. Por faktikisht nuk e di a bën trind këtë gjë, po ne në familje e kemi bërë shpesh. Kemi shkruar edhe i lexonim se si kemi kaluar para një jave. Është gjë e bukur, mjafton ti ta tregosh se si e ke kaluar ditën tënde. Është mirë ta bëjnë të rinj tash, që ata e kuptojnë mendime se i radhisin sende si kanë kaluar ditën. Si ne vlerësojnë më tepër, çfarë gabime kanë bërë. Ato e perceptojnë atëherë më ndryshe veten e tyre. Plus edhe ka një hapësirë ndoshta sigurt, detajë sekret, apo gjithsesi kemi një shfrim të emocioneve, diçka shumë e bukur. Po meqenëse jemi këtu te trinj, do kisha dashur të bëj një pyetje tjetër. Era ti mendon që ndoshta disa trinj, disa nga ndjenjat ose nga emocionet i kanë më të vështira që ti pranojnë, si për shembull turpin, fajin, trishtimin, se për shembull ndoshta ato çastet e gëzimit ne kemi shumë lehta që t'i shfaqim ndaj tjerëve fitoret tona. Po kur vjen puna te disfatat, ndoshta kemi pak më të vështirë që të hapim. Ja mendon kjo që ka disa emocione ose ndjenja që të rinj ngurrojnë që t'i shfaqin? Sa i përket të rinjve është një nga temat më të mëdha dhe që do të flitet sot. Të rinjt kanë frikë që ta pranojnë se ata janë të lënduar. Ata jetojnë në atë botën e rrjeteve sociale për fat të keq dhe mendojnë se e gjithë bota është aq e bukur sa duket. Dhe jam e sigurt që gjithë të rinjt mendojnë se nuk ka vend për të folur për gabimet, për lëndimet. Ata e shohin botën se të gjithë janë të lumtur, të gjithë kalojnë aq bukur sa e tregojnë në rrjetet sociale. Dhe jam e sigurt që e pyesin veten, jo, unë nuk do të shpreh atë të keqen se vetëm unë jam keq. Dhe nuk e tregojnë, ata kanë frikë ta pranojnë se ndihen keq. Dhe më vjen keq shumë për të rinj që nuk kërkojnë ndihmë. Do doja shumë të punojmë si ne psikolog, si pedagog, mësimdhënësit, të ofrojnë të gjithë ndihmë të rinjve, për shkak se ata janë e ardhmja jonë dhe nuk do doja askënd ta shoh të lënduar. Mjafton të kërkojnë ndihmë si nga ana emocionale, psikologjike. Mendoj se edhe prindërit do të punojnë shumë me fëmijët. Pikërisht kjo do të ishte pyetja ime e radhës që mos në lidhim me shumë, po ti vetëm se përmendë diçka po. Çfarë do kisha thënë ti? Si mund ta bëjmë në një fëmijë që ti shpreh emocionet ose çfarë bëjmë gabim ndoshta që i bëjmë ato që ti shtypin emocionet, ndjenjat e veta. Çfarë janë ato ndoshta këshillat e tua ose mendimet e tua në lidhje me këtë temë? Do jepja vetëm një këshill që fëmia do të dëgjohet. Ti fëmin do ta shikosh në sy. Ti ulesh, ta pyesish, siç e ceka se ta pyesish edhe për një ditë si e ka kaluar. Mjafton që ai të shikojë në sy dhe ta shohë se po, mua më dëgjon dikush. Se gjitha shkolla jonë e emocionale është që në fëmijëri. Fëmijërion e tregon në atë se si ne po i trajtojmë tani emocionet. Dikur për shembull kemi heshtur se mos u mërzit, mos qaj. Jo, fëmis nuk i thuhet mos qaj. Do jepja këtë gjithë prindërve një mesazh që mos i ndaloni fëmijët me fjalën mos. Mos qaj, mos u mërzit, jo. Lejoni fëmijët të qajnë, të bërtasin, ta shprehin ato që atyre mundon. Dhe nga kjo do fitojnë një besim te prindërit. Se mendoj se prindërit janë pasqyra te fëmijët. Ata i kanë parë prindërit që unë s'dua ta mërzis prindërin dhe më mirë ka mos flas. Prindërit jo,
do të japin hapësirë fëmijëve folirshëm. Ndoshta për këtë punë bëhet edhe ndoshta në adoleshencë kjo ndarja që adoleshentët më shumë i besojnë shokëve, ka që i besojnë prindërve, ka qenë fëmijëria mësuar ndoshta që ti fshehin dhe pastaj ndoshta kur gjejnë në shoqëri, edhe vjen më mirë që ti shprehin emocionet e tyre me ato. Po për atë shkak se prindërit ua shtypin emocionet fëmijëve, nuk lejojnë atyre atë hapësirën se mendojnë se bëjnë gabim në qoftë se qajnë. Se atyre vetë se është ndalur një hap të bëjnë një veprim kur ata kanë qarë. Jo, nuk duhet të qash, nuk i thuhet fëmijës ajo fjalë. Bile lëndohet ndoshta edhe marrëdhënia prind fëmijë, domethënë kemi një hendek emocional pastaj njëri me tjetrin. Pikërisht. Rregull, po si do të ndryshonte njeriu nëse nuk do të kishte frikë që të shprehë ndjenjat e vet, domethënë ta zënë një botë shumë ideale, utopike ku njerëzit i flasin të shumë ndjenjat e tyre. Si imagjinohet këtë botë? Do ishte një botë shumë reale. Besoj se do ishte një botë më e butë, më njerëzore, do të ishte një botë pa maska, ku vërtet njerëzit nuk do silleshin me role, do silleshin në të vërtetë ashtu si janë, ashtu si ndihen. Nuk do të kishte aq konflikte, do të silleshin lirshëm me tjetrin. Ato kufi që kishin vendosur njëri me tjetrin do respektonin. Besoj do të ishte një botë ku nuk do të përdorin atë fjalë që të shprehesh është dobësi. Mendoj se të shprehesh do të ndihmonte në rritjen si njerëzore emocionale. Mendoj se të shprehesh është një nga gjërat më të bukura që mund ta bëjë një person për veten e tij. Po, unë faktikisht dakordohem krejtësisht me këtë që e tha, bile mendoj që vetë qenia njerëzore është e lidhur me ndjenjat, me emocionet, edhe të rinjt janë lidhur me filmat, me librat, me personazhet që i shfaqin ndjenjat, jo ato që i bajnë brenda. Ato që nuk i mbajnë brenda nuk mund që të kemi një lidhje